E pra ja ku po takohemi miqtë e mi sërish edhe ditën e sotme, këtë herë për të komentuar pak Loredana Bratin. Siç duket, çfarë të thuhet e çfarë të flitet e çfarë të shpiket për këtë gocë, Loredana Bratit nuk i plas fare dhe shijon jetën në maksimum. Lidhja me Josefin Markun në shtëpinë e Big Brotherit u komentua shumë, sidomos më e komentueshme lidhja ishte pas daljes nga Big Brotheri. Loredana Brati në qendër të vëmendjes, në qendër të klikimeve, në qendër të shikueshmërisë për të dhënë mendimet e saj rreth lidhjes me Jozin. Por ajo që unë e kuptova tek Loredana, buzëqeshja dhe çiltërsia e saj apo shpirti i saj vërtet nuk kanë qenë thjesht një fotografi që është përdorur në shtëpinë e Big Brotherit, por në të vërtet kjo është Loredana Brati, vajza pa filtra, vajza e cila e mendon atë që e thot pa marrë parasysh se si gjikohet, vajza e cila buzëqesh dhe vetëm buzëqesh dhe jetës i është drejtuar me të gjithë pozitivitetin e mundshëm. Vajza që në fakt e jeton çdo çast të bukur në këtë famën e madhe që ka krijuar. Një video që Loredana ka postuar në Instagramin e saj është një video e cila është bërë në një montazh ku të gjithë gazetarët, të gjithë portalet përmendin emrin Loredana Brati, Loredana, 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 Loredana dhe në fund në të videos del Loredana. Edhe pse Big Brotheri ka mbaruar, disa protagonistët të Big Brotherit vazhdojnë të jenë në qendër të vëmendjes për ditëshmërinë e tyre, për jetën e tyre, për realitetin e tyre, për ato që janë. Loredana, siç duket, është e lindur për të qenë gocë e rrjeteve sociale, për të qenë gocë e klikimeve, për të qenë në qendër të vëmendjes. Loredana ka një komunikim të bukur me ndjekësit e saj në Instagram dhe Instagramin e ka të vetmen dritare ku Loredana përdorën çdo gjë për të qenë në qendër të vëmendjes. Do të thënë, publikon fotografi, publikon video, publikon story interesante, ka komunikim me publikun, do me thënë bën batuta, bën shaka dhe si që duket kjo form e Loredanës, Loredanën e mban shumë afër dhe e mban shumë të lidhur me fansat edhe me ndjekësit e saj. Dhe Loredana natën e mbrëmshme ka qenë duke shijuar bashkë me Rizartën dhe me shumë protagonistë të tjerë dhe duke jetuar një moment që po bënin një qef. Por çfarë ndodhi me Lorin dhe Don Gjonin? Pse Loredana Brati dhe Don Gjoni nuk dalin të flasin për marrëdhënien e tyre? Pse Josefin Marku nuk reagon më për këtë marrëdhënie? Që bie që Loredana Brati ka mbaruar të gjithë gjërat me Jozin dhe nuk dëshiron të flet më për marrëdhënien me të, apo thjesht është aq i dashuruar me Don Gjonin dhe kjo marrëdhënie ka nisur dhe po jetohet. Loredana nuk foli shumë për Don Gjonin, por Unaza është ajo që e risolli në fakt lidhjen apo dyshimin për lidhje përsëri në skenë. Unaza nga Don Gjoni ka ngritur një sër pikpyetjesh. A është një Unaz e cila është vënë me kastile nga ana e Loredanës për ta shndruar dhe për ta nxjerrur Loredanën në qendër të vëmendjes, apo thjesht është një Unaz e cila i është dhënë nga ana e Don Gjonit, sepse Don Gjoni ndjen diçka për Loredanën. Tani nuk mund të themi që nuk na jep fotografinë që Don Gjoni mund të ndjej diçka për Loredana Bratin, sepse Loredana është një gocë e cila dhuron shumë energji të bukur pozitive dhe jam shumë i bindur në të gjithë dinamikën, në të gjithë lodhjen, në të gjithë stresin e krijuar tek artistët. Don Gjoni e ka Loredanën idealen për të hequr atë energji negative dhe për të krijuar në veten e tij energjin pozitive. Ndërsa në anën tjetër kemi për shembull Loredanën e cila po e shijon pafund këtë pjesën e thashë themeve dhe siç duket nuk e ka fare problem se çfarë thuhet, çfarë flitet me të apo si komentohet apo si përshkruhen në fakt daljet e saj.
Loredana ka përzgjedhur që të jetë pozitive, Loredana ka përzgjedhur që të vi me energji shumë të bukur, nuk jep mënyrë të detajuar për Don Gjonin, tani nuk ma merr mendja që Loredana e ka të vështirë për të krijuar lajme apo për të qenë në qendër të vëmendjes dhe nuk ma merr mendja që unaza e dhuruar nga Don Gjoni, që ishte një fakt, domethënë që u zbulua nga të gjithë fansat, është një unas që është dhënë për klikime. Afërsia e Loredanës edhe Don Gjonit nuk është sot, domethënë është një afërsi që përflitet me muaj të tërë dhe këtu nuk kuptoj që domethënë ka diçka më shumë se shoqëria. Në fakt, edhe nëse është e vërtet që Loredana dhe Don Gjoni kanë diçka më shumë mes njëri tjetrit, besoj që do t'ishte ideale dhe do t'ishte fantastike sepse janë një çift i mrekullueshëm, por unë dua të marr mendimin tuaj si e shikoni ju këtë lidhje.